Përshëndetje miq të Facebookut. Dje në e njëjta sallë ku unë u përpoqja 2 herë të mblidhja këta faktorët e dal nga protesta ose ata të foltores bashkë me një grup që jepnin garanci për vazhdimin e drejtimit të protestës për shkak të kontributit shumë vjeçar dhe që ishin dhe intelektual dhe përfaqësues të njëjtur publik, u bë mbledhja e një grupi nismëtar të një komisioni që ka dalë nga protesta. Si dhe kjo është një gjë e mirë, është pikërisht ajo që u thash që në ditën e tretë kur kam folur atje në Tubimi, atë ditën e 4, ku ju kam thënë që duhet të nxirrni një grup përfaqësimi që të përfaqësojë në negociatat të mundshme me faktorët e sotëm politik. Ka njerëz që thonë që no negotiation, jo negocim. Okej, dhe ky është një variant, nuk e di çfarë duan të thonë ata me këtë jo negociata, janë një grup ndoshta që tresin revolucion aty. Revolucionet nuk janë të mira, unë jam kundër revolucioneve, jam për revolucion, për të mos kaluar shoqëria nga një gjendje e vështirë në një gjendje akoma dhe më të vështirë. Tashi, për të mos bërë negociata, ka një mënyrë që është me shumë gjak, me revolucion. Të mposhtet kundërshtari që është përballë dhe të shporet dhe pushtetin ta marrin me forcë grupi njerëzve të protestuesve. Në rast të parë, unë nuk i njoh shumicën e atyre që janë atje, nuk e di që ka shumë duar që janë futur dhe që kërkojnë dhe akmarrje këta sorosianët që ndjen veten të tradhtuar nga rilindja dhe që duan ta zvendësojnë me sa shikojnë me këtë Spiropalin dhe me këta të tjerët lapajt e këta janë një dorë janë dhe si ide është e mirë, duhet të ketë një grup përfaqësimi. Tashi, kundër diktaturave ngrihen sepse diktatorët nuk përfillin shumicën e njerëzve që në fakt e kanë treguar që janë kundër qeverisjes, qeveria dhe opozita zyrtare e PD-s nuk e kanë mazhorancën. Të dy janë përpjekur të futin duart dhe ta manipulojnë këtë lëvizjen, sidomos opozita, nëpërmjet një përfaqësuesi që ka aty që e shoqërojnë bodyguard dhe dini vetë ju, dhe që nuk ka qenë në këtë takimin, dhe tashi ka 2 mënyra për të ikur Edi Rama. E para është me pak gjak dhe me negociata, sepse ai do ulet negociata pasi të derdhet pak gjak, siç i tha Saliut me 21 janar do kalosh nesër mbi Kufoma. Sot nuk është çudi që të kalohet mbi Kufoma dhe Kufoma jo gjithmonë i shkakton qeveria, duhet ta dini, janë dhe shërbimet sekrete të cilat rrinë për pozicione të ndryshme nga hotelet, nga vendet ku do kalojnë protestuesit dhe mund të qellohen në momentet që janë afër policisë dhe të akuzohet policia sepse ku derdhet gjak edhe policia të rishet kalojnë në anarshi sepse shumica e policëve janë allergjin si punat tonë dhe thjesht ata dalin aty ta bëjnë detyrën jo me gjithë zemër dhe nuk u intereson shumë se kush do vi, mjafton që ata të vazhdojnë punën atje dhe të mos kem probleme me drejtësinë në rast të ndonjë përshkallëzimi të ngjarjeve. Në qoftë se do derdhet pak gjak, sigurisht Rama do tentojë të largohet, por varet pasaj këta që manipulojnë protestën që janë sorosianët
a do pranojnë këta negociata me pak gjak, apo do kërkojnë shumë gjak dhe vdekjen e Ramës si tradhtari Sorosit. Të shikojmë, Rama ka probleme të mëdha sepse nga të gjitha anët e ka futur veten në belara të mëdha. Ai ka menduar të menaxhojë lekët e mafjes shqiptare, lekët e nxjerran të zezë, nuk ka rëndësi se mund të jenë dhe aktivitetet të rregullta, po pa letra dhe njerëzit kanë grumbulluar lekët edhe i kanë futur, Rama ka ndryrë, u ka pastruar dhe janë rreth 4 miliardë euro, ku kanë marrë përqindjet e tyre njerëzit që janë përfshirë. Këtë skemë Ramës ja tregoi Benameta, e ka lidhur në fillim me këta personat që mund të bëjnë pastrimin e lekëve në Bruksel, në Luksemburg, në për banga, ku edhe qeveria merr pjesën e saj, banga e shtetit shqiptar. Nuk e di nëse ka dieni apo jo guvernatori, po këta drejtorët e dytë të mafiozë i bëjnë këto veprime që janë të lidhur me Ramën dhe janë përfshirë dhe njerëz të ndryshëm në politikë, ku e drejton ky Agaçi këtë proces që ka zënësuar Benametajn, dhe është dhe një qifut rus i cili shërben në një nga institucionet e rëndësishme ndërkombëtare që ka bërë lidhjet me bankat dhe që bën këtë punën e lavatriçes. Dhe Rama tash është edhe në presionin e mafjes shqiptare, të cilët duan që paret e tyre të kalojnë nga bankat e Brukselit të Evropës, ku pastrohen parat që dorëzohen kesh në dorë dhe pasi marrin përqindjen bankat, i pastrojnë me numrat e llogarive, duke ju hapur numra llogarish. Dhe në qoftë se Rama largohet, është në presionin dhe të kësaj mafjes, të cilët do t'i kërkojnë që t'u rikthehen paret e tyre. Dhe në qoftë se do ketë pak gjak, Sorosianët do kërkojnë shumë gjak dhe vrasjen e Ramës. Qoftë se do të ketë pak gjak, Rama mund të kërkojë të negociojë. Rama mund të ketë dashur të negociojë dhe këto kohë për ta mbyllur më me siguri, por jo më kot këta Sorosianët nuk krijonin grup negociator për ta çuar problemin deri ke gjaku. Dhe tashi që ndodhi konflikti, këta mes policisë dhe kur Rama mendoi se protesta ra për shkak të rënies së numrit, por kjo protestë ka disa karakteristika jo shqiptare, shpërtheu në mënyrë të menjëhershme, vazhdoi për një kohë të gjatë në mënyrë të pandërprerë, që s'kan qenë karakteristikat protestave shqiptare, të cilat janë shojtur shpejt, dhe e treta ka një lloj brutaliteti, ke bërthama, ke grupi i vogël, që nuk janë karakteristikat protestave shqiptare në përgjithësi. Pra duket që ka dorë të huaj, dhe me sa di unë janë futur njerëz të inteligjencës gjermane, turke, izraelite, greke, serbe, të cilat ruse, të cilat përveç CIA-s nuk diskutohet, dhe shërbimit britanik e MI6-it, që punojnë të gjitha për hesab të tyre, me manipulimin e njerëzve aty. Kur të derdhet pak gjak, Rama do ta shpall kërkesën për negociata, por këta nuk do ta pranojnë, me sa shikoj unë, Sorosi që ka marrë në kontroll këtë të paktën platformën e protestës aty foltoren. Nuk e di ky grupi organizativ do të njihet nga ata të foltores apo jo, sepse nuk pa shumë vetë të foltores, edhe kur organizova unë takimin, kishte disa nga foltorja aty, po jo të gjithë, dhe për shkak se nuk erdhën të gjithë, ne menduam aty një grup njerëzish që ishim aty intelektual, menduam që të mos e përfundonim kontaktin dhe unë u tërhoqa nga kjo përpjekje. Në fillim kur thash që duhet një grup organizator që ta quajmë Bulevardi, shumë njerëz më kundërshtuan dhe thanë jo, dorim kështu siç jemi. Këto ishin ato
synimet e sorosianëve, të cilët nuk deshin që në fazat e para Edi Rama të kishte mundësi të negocionte dhe të jepte zgjidhje situatës me sa më pak dhimbje dhe kosto dhe kaos dhe gjak, dhe këta nuk pranonin të kishte grup negociator për të biseduar me Ramën, sepse kërkonin ta çonin në tension në gjak. Dhe këta kanë frikë se mbasi të ketë pak gjak që mund të filloj sot, këta duan ta bëjnë me shumë gjak dhe pa negociata, me revolucion, dhe Ramën dhe të gjithë ata që i kanë zhgënjur nga kontaktet personale që kanë pasur me Sorosin, këta duan t'i kalojnë në giotin. Dhe po pati gjak, mendoj që shumë patronazhist dhe shumë rilindas dhe shumë mjaftis që i kanë thyer shpinën Sorosit dhe i kanë qëndruar besnik Ramës këto një muaj, sigurisht do t'jenë objektiv dhe prej grupeve të ndryshme terroriste që mund të ngrejnë këta komunistët e majt, që po manipulojnë në fakt protestuesit idealist. Në fillim protestat i fillojnë në rrugë idealistët, i marrin në kontroll fanatikët, si thot Thomas Carlyle, dhe pastaj dalin nga hija njerëzit e atyre që kanë financuar, siç janë Spiro Pali, ku e diun kush që do nxjerrin prap këta mjaftistët për të prishur dhe për ta përkeqësuar situatën akoma dhe më shumë dhe për të mbajtur në kontroll qeveritë që do të vinë ndaj globalistëve. Në fakt, për kauzën që unë kam mbrojtur gjithë këto vite, armiku më i madh janë globalistët. Dhe Rama është armik i shqiptarëve sepse ishte globalist. Dhe ne duhet luftojmë të gjitha agjendat e globalistëve, siç janë depopullimi dhe kontrolli nëpërmjet mikrochipit. Këto do të realizohen sigurisht me luftra dhe me pandemi. Qeveritë e ardhshme shqiptare nuk duhet të bëhen palë me askënd, duhet të flasin me gjuhën e paqes dhe duhet të mos u binden agjendave të organizatave të mëdha ndërkombëtare, siç u bindën në kohën e pandemisë Edi Rama, Erion Veliaj, rilindasit, mjaftistët, të cilët e vunë popullin shqiptar në giotinën e pandemisë dhe të vaksinimit me detyrim. Më vjen mirë që Zoti dhe Kryusi atë Lali Pleun e ka hedhur mbrapa ekurave. Këtë Ramën mund të nxjerrë para situatave shumë të vështira, ndoshta dhe ekzistenciale, se ndoshta dhe mund t'ja hedhë, nuk e di si do shkojë situata, por do të dëshiroja shumë që dhe ata të tjerët që kanë dhënë kontribut, Komiteti Leshit dhe ajo Manastirliu, ta pësonin dhe ata, sepse ka zot lartë. Të gjithë ata që detyruan njerëzit dhe i çuan drejt vaksinave, duhet të paguajnë patjetër në këtë vend. Është genocidi më i madh që është bërë shqiptarëve. Dhe ju kam thënë, të gjithë atyre që janë kundër globalizmit, nuk mund të jesh kundër globalizmit në qoftë se nuk je kundër pandemisë. Pra thua Covid-i ekziston, nuk jam si ai që thotë s'ka Covid. Nuk ka Covid, mor jo. Ka helmim nga ajri. Gjithë natën na helmonin me avion, thirrnin ajrin dhe nuk kishte virus që shpërndahej me frymëmarrje. Virusi nuk ekziston, janë gënjeshtra. Virusi është shpikur nga Rockefellerët për 100 vjet dhe virusologjia që të justifikojnë vaksinimin dhe shkurtimin e jetës dhe mbajtjen e njerëzve të smur. Një, no pandemi. E dyta, no vax. Unë jam krenar që kam të një pari në këtë vend që jam no vaxer i parë publik. Pra, asnjë vaksin, jo vetëm kundër vaksinës Covidit, si që me kapelen por Muturaku. Unë jam vetëm për vaksin, kundër vaksinës, ajo është no vaxer, unë jam që ajo no vaxeri.
atëre nuk jenë në frekuencat e gjeneratës antiglobaliste. Dhe e treta është ajo që shumë njerëz ma quajnë pika me dobët, por është pika ime me fort, sepse jam pretsako dhe jam pioner i çdo gjë të re dhe të vërtet toka e sheshtë. Kush mendon si mësuesja e diturisë natyrës që u ka thënë është një sferë e madhe që rrotullohet në 7-8 lloje rrotullime, që kështu e ashtu, edhe nuk lëviz ujë këtu në gotë, ne nuk ndjejmë asnjë gjë. Edhe idiotësira të tjera ku nuk shpjegojnë dot formën e arkut të ylberit, sepse ylberi përhapet sipas firmamentit, që nuk shpjegojnë dot dy zhurmat e bubullimës edhe të vetutimës që shkon lart edhe vjen zhurma poshtë nga firmamenti. 17.000 kilometra është distanca në qendër të firmamentit, shumë afër. Dielli dhe ana 5.000 kilometra janë mbi tokë. Mirë po, idiotët vazhdojnë akoma besojnë ke prallat që ju tregon masoneria dhe mësuesi i diturisë së natyrës. Pra janë këto 3 gjëra, kush nuk i ka këto 3 gjëra, nuk është në frekuencat tona, kundër globalizmit, kundër depopullimit dhe kontrollit nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe mikrochipave, pra dhe paras digjitale dhe bërja e njeriut sklav nëpërmjet portofolit digital, nëpërmjet smart city ose burgjeve të hapura që këta duan të ngrejnë, ushqimi artificial, goditja e ushqimit natyral, helmimet nga ajri, helmimet nga uji dhe kthimi i njerëzve nga elitat botërore, që është as 1%, 0,1% e botës, për t'i mbajtur njerëzit si zombi. Pra, detyra e madhe nuk është thjesht Rama. Është elita globale mbas Ramës, i cili meri lindat si është nënshtruar kësa elite dhe ka zbatuar agendat e saj. Pra jam disa pa më lartë dhe me objektiva më të mëdha unë si Alfred Sako. Zoti peft më të mirën për Shqipërinë, sot mendoj që mund të ketë qak nga shërbime speciale. Këto janë tyndur shumë, ashtu si më 21 janar që ata 3 janë mbrarë nga shërbime speciale, nga tykullat binjake, dhe sot do të ketë gjak. Do kërkoj Rama negociata, po Sorosi nuk do t'ja pranoj, do t'i thotë revolucion vdekje, dhe do vazhdoj me agendat shumë gjak, kaos, dhe bandat e tij të fillojnë të ekzekutojnë tradhtarët që janë patronazhistët, rilindasit dhe mjaftistët që kanë tradhtuar Erion Velien, ndërsa Erion Velien këta do përpiqen ta nxjerrin nga burgu, sepse është armiku i Ramës që tradhtoi kill Illuminatin Sorosian. Tung tung.